A je dhe ti nga ato femrat që ke dëgjuar fjalën që femra e mban shtëpinë? Shtëpia prishet nga femrat. Burri le të sjellë sa të dojë, femra në përvrimën e gjilperës të nxjerrë, ajo shtëpi nuk bën prokopi. Dhe shumë të tjera. Nëse je mashkull, a e ke dëgjuar që ti, mashkulli është shtylla e shtëpisë. Meshkujt nuk duhet të qajnë. Meshkujt që qajnë janë të dobët. Dhe tani jam këtu të them që je femër apo je mashkull, të gjitha këto janë bindjet e kolektivit të shoqërisë dhe ne duhet të arrijmë të lirojmë dhe të largojmë. Të gjitha këto janë të paraardhësve tanë, të cilët i respektojmë, i duam, i falenderojmë për të gjitha sakrificat që kanë bërë, dhe juve të gjitha nenat e gjyshet tona që keni bërë kaq shumë sakrificë, se vërtet shtëpia është mbajtur nga ju gratë. Por në të njëjtën kohë dhe ju burrat keni vojtur duke qëndruar si shtyllë e shtëpisë dhe duke mos patur atë mundësinë e brendshme të jeni shtylla e shtëpisë. Dhe juve ju është dhënë kjo ngarkesë kur ti nuk e merr një dot, kur ti ishe i ndjeshëm dhe donje që të shprehje dhe ti ndjenjat e tua, të shprehje që ti nuk je vetëm i fortë, por je dhe i dobët. Unë jam këtu të them që jam Meritacake, terapiste energjike, trajnere për zhvillimin personal, për të ndihmuar të gjesh rrugën e vërtet dhe për të liruar të gjitha traumat, frikrat dhe të gjitha programet e bindjes të shoqërisë tonë, të paraardhësve tonë, dhe të bëjmë diçka ndryshe nga ato që kanë bërë ata deri tani. I falenderojmë në të gjitha mënyrat për sakrificën që kanë bërë dhe sollën jetën deri këtu, se po të mos ishin ata nuk do ishim ne. Por ne mund të bëjmë diçka ndryshe nga jeta që na u dhurua, se jetojmë në 2025 dhe kemi mundësi të lirimit. Për këto dhe shumë gjëra të tjera të reja, do flasim së shpejt në një trajnim të veçantë. Mund të më ndjekësh këtu në TikTok dhe në YouTube, duke shtypur zemrën dhe plusin të më ndjekësh dhe të shpërndash këtë video dhe në persona të tjerë. Dhe dua të them që në çfarëdo vendi që je femër ose mashkull, mos harroj që ti je më parë një shpirt ynor, ke atë dritën brenda teje dhe jemi të gjithë njësoj. Prandaj duhet sikush të mbaj vendin e tij dhe të gjejmë kush është çelësi së bashku i balancimit dhe ekuilibrit dhe çdo gjë që të jetë në rregull. Dhe nëse je interesuar, komento po në të gjitha këto lirimin e programeve, bindjeve dhe të traumave dhe për të filluar një jetë të re. Dhe qëndro në vendin tënd. Së bashku do mësojmë si kush të jetë në vendin e tij, në sistemin e tij, në familjen e tij dhe në vendin e tij në një familje të re që ka krijuar. Dhe do që të krijoj. Me të gjitha këto, mënyrat e reja që kam mësuar dhe i përdor, janë të përshtatshme që ti dhe së bashku ne të dalim nga kjo gjendje. Jeta është e jona dhe asnjë Zot nuk na dënon, por na solli këtu të jetojmë jetën tonë, por që të jetojmë jetën tonë duhet të fillojmë të shikojmë kush vërtet jemi. Dhe bëja këtë pyetjen sot vetes dhe fillo dhe mbaj shënim. Kush ti kujton se je? Çfarë je? Çfarë ke? Çfarë dëshirash, ndjenjash, të gjitha këto? Ju përshëndes dhe ju mirëpres të shikosh pse ti jeton këtë jetë që nuk e do deri tani dhe të bësh një jetë më të bukur, më të lumtur. Të dua shumë.